vlog të ri. Unë quhem Paula dhe besoj se tani njihemi më mirë me njëra tjetrën. Faleminderit shumë për çdo subscribe të ri që keni bërë nga videoja e kaluar. Kanë ardhur mbi 100 subscribers dhe isha totalisht e shokuar kur shikoja tek YouTube Studio ato njoftimet dhe thoja wow, okay, ka njerëz aty që vërtet e duan dhe e pëlqen këtë që unë bëj, edhe ju falenderoj me zemrën time, ju falenderoj për çdo kohë, sekond nga jeta juaj që kaloni me mua, që më shkruani qoftë një koment, qoftë një like, subscribe. Jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe ndihem shumë e fat që dhe krenare të paktën për veten time që e kam nisur këtë rrugë tim dhe që kam njitur shumë goca shumë të mira nga YouTube-i. Ka dhe nga ato që nuk e pëlqejnë fort shumë këtë që unë bëj, edhe janë gjithmonë aty me ato komentet kritike të tyre, me ato momentet paksa negative mund të them, por që megjithatë nuk është se i marr shumë personale sepse çdo kush në jetën e vet e di shumë mirë se çfarë bën për jetën e vet, edhe për aq kohë sa unë ndihem okay me jetën time dhe vendimet apo gjërat që unë marr dhe bëj të paktën në kanalin tim në YouTube, jam okay, nuk e kam shumë problem, por që megjithatë jeta kështu është. Ka personazh kryesor, ka nga ata pak më negativa, ka nga ata të mirë, ka lloj, jeta është si një film, do thoja, edhe kështu funksionon. Kështu që edhe për ata duhet t'i falenderoj se sigurisht edhe pa ata jeta nuk ka kuptim, edhe gjithë filmi nuk ka kuptim, nuk mund t'jetë kurse si jeta vetëm me gjëra pozitive dhe të bukura, por që jam bërë gati për punë edhe po pres shoqen time që të më thot Paula dil që të dal edhe unë. Edhe do shkoj edhe në punë, po para se të shkoj në punë do takoj këtë shoqen siç ju thash. Po na mban koha, ka 18 gradë, o zoti i madh, jam njeriu më i lumtur në botë. Ua kam thënë këto me diellin, nuk po e zjas shumë si muhabet, po aq kohë sa ka diell, unë ndihem komplet energjike, ndihem dhe shumë herë më mirë. Sot jam bërë dhe si më e bukur për në punë, sikur kisha motivim nga dielli. Imagjinoni të dalësh me mëngë të shkurtra, edhe një triko, edhe jam perfekt fare. Hëngra mëngjesin me vllajën edhe me kushuririn tek Wolf, këtu që kemi afër shtëpisë. Kaluam pak kohë aty në diell, e di jetojmë në një shtëpi. Okej, vllai vin çdo fundjavë, po me kushurin tjetër jam çdo shtëpi, ai shkon në stërvitje në futboll, unë merrem me punët e mia. Edhe rrallë shihemi që të ulemi dhe ta ham dhe mëngjesin drekën apo darkën bashkë. Për shembull tani që është drek, unë e hëngra drekën time, sepse do nisem edhe do dal edhe për në punë. Ndërkohë vllai ka shkuar për të ndruar gomat e makinës së punës. Kushuriri ka ikur se ka ndeshje. Domethënë imagjinoni, jemi të gjithë komplet botë të ndryshme, botë kuptime të ndryshme në këtë shtëpi, edhe çdo njeri ka atë rutinën e vet, edhe rrallë tham sot në mëngjes hajde çohemi, të mblidhemi, të dalim, të ham mëngjesin bashkë, se ndryshe nuk bëhemi. Nuk ishim dhe shumë gjëra në shtëpi në fakt, duhet të psonisnim edhe tham, po i bjem shkurt, shkojmë aty afër shtëpisë. Ka edhe diell edhe shihem pak diellin, edhe pak muhabet. Po unë realisht nuk e ndjej fare fundjavën, se nga që jam edhe në punë edhe nuk ndihem sikur është ajo fundjava. Për mua e mërkura është dita ime e pushimit, edhe aty e shijoj fundjavën time. Dita, jemi okay këtu. Nga 2 ditë më vonë, është e hënë, nuk filmova të dielën. E dielja është fike truri për mua, kështu që nuk e hapa fare kamerën, pavarësisht se jam në punë. Edhe po, sot është e hënë, javë të mbar, shoqet e mia të dashura. Në fakt ju e shikoni këtë videon të enjte të premtet shtunë të diel. Me këtë rast po ju uroj dhe një fundjavë të mbar. Jam kthyer nga puna dhe bëra një dush, edhe prandaj më shikoni kështu dhe vesha pijamat e mia dhe do doja shumë të rrija me pijamat e mia, por dua të dal sepse 2-3 pako dua t'i çoj në Vinted, t'ju tregoj pak se çfarë shita në Vinted kësaj radhe. Kam shitur 2 fustane nga Rihoas edhe një palë këpucë. Kam shitur këtë fustanin e kuq.
këtë fustanin këtu që ishte fix me etiket, se kam veshur asnjëherë, më duket e kam vesh vetëm një herë për një video Get Ready With Me që datë ditë nuk është se dola kush e di ku. Edhe këtë fustanin tjetër që është kështu me pika, janë të dy të shkurtër dhe I kam shit diku te 8 euro. Që te website-i I Rihoas janë diku te 30 edhe gjëra të tilla, do thoni juve që okay, ke marr bashkëpunim, po kjo nuk ka shumë rëndësi, se herë dali me fitim, herë dali me humbje. Për shembull, kësaj radhe do shes këto gazelet, këto atletet Adidas të kuqe, janë shumë të bukura, mua më pëlqejnë shumë dhe I kam bler me shumë dashuri, po mund të thaj që I kam bler edhe me atë ndjenjen e si I thon ore tani, impulsive. I kam bler kështu në një mënyrë shumë impulsive. Janë shumë të bukura, vetëm gjë që nuk më pëlqen te këto është platforma e lartë që kanë. Dhe mua këto më duket I kam bler diku te 120 euro, se kanë goxha muaj që I kam marr, dhe I shita për 75 apo 70 euro. Diçka e tillë. Edhe kam dalë me humbje, por mund të them që këto nuk do visheshin shpesh me veshjet e mia, sepse nuk po përshtateshin me asnjë lloj veshjeje, kështu që thash e di çfarë, më mirë po I shes, I gëzon dikush tjetër, edhe pastaj me 70 euro, 75 euro, kam parë një palë atlete të tjera shumë të bukura që I pash kur dola para ca ditësh, edhe më pëlqyen. Edhe thash, e di qa, më mirë po I nxjerr këto dhe po marr një palë të tjera, se sa ti mbaj këto dhe mos ti vesh shumë herë. Këto do I nxora në shitje dhe që u shiten, kam nxjerrë edhe disa gjëra të tjera, por që nuk e di do shiten apo jo. Edhe duhet I bëjmë këto pakot gati edhe t'i çoj në Vinted, në Packet Shop. Pastaj, më kanë ardhur disa gjëra nga Temu që I kam porositur për mami dhe babin, po t'rregoj kështu se janë disa gjëra cute. Thash ti provoj një, nuk kisha bler kur për mami dhe babin në një veshje, në një gjë nga Temu, gjithmonë më shumë që I kam marr bashkëpunim, plus edhe ca gjëra të tjera vetë që më janë dashur më shumë për cute look, për në një veshje, bluzë, në një gjë kështu të bukur, se I kanë ato stilet goxha të lezetshme dhe me çmime shumë të lira. Tua t'rregoj edhe ato, pastaj dua edhe të dal të psonis në një gjë se nuk e di çfarë do psonis, nuk e di çfarë më duhet, po di që frigoriferin e kam bosh, kështu që duhet dalim të blejmë në një gjë të vogël. Nuk psonis shumë për shumë gjatë, ua kam thënë këtë, psonis çfarë do ha sot, nesër pas nesër, dhe pastaj dal prapë që psonis edhe më prishën gjërat, s'ka donjë. Edhe funksionojmë kështu. Dale të marrë dhe këto gjërat e mami dhe babi dhe t'u tregoj. Janë të gjitha këto këtu, kështu që t'u tregoj me radhë. Këtu është një kapsë në fakt që po mendoja ta mbaja për vete. Është kështu. Cute, e bukur, e vogël, edhe duket goxha materiali mirë. Shiko, është kështu si e butë, edhe këto dhëmzat këtu nuk është se ta vrasin kokën. Ora edhe këtë scrunchie e bardh. Hajt mo, vinë si materiali duket lezetshëm, por që I ka flokët tani edhe ngjan shumë bukur te flokët. I mora mamit 2 covera për telefonin, këtë kam bërë kështu me personalizim. Thash ta provoj një herë të Temu si do dalin dhe është një foto e imja dhe e mamit këtu në Gjermani, që kemi qenë te këto lojrat që organizohen kështu, edhe një kështu me fiongo e bukur e lezetshme. Shiko, se tani hapa edhe unë dhe që nga goxha materiali mirë. I mora mamit këto shapkat kështu si në formën e kashtës, edhe shikoni pak se sa të bukura që janë, shumë të lezetshme. Edhe babit këto si pupa, janë, po më habis ky materiali I Temut. Këto këpucët kanë ardhur shumë të mira, këtu vinë si kamosh, këtu vinë kështu, tani nuk do rrojnë sa mund të rrojnë një palë firme, po që hajtë motivesh është në verë, sikur sa herë del babi im po I veshi këto 2-3 herë gjatë gjithë verës, do jemi të lumtur të gjithë. Ishe po shikoj, këto kanë ardhur numër 40. Unë I kam porosit 38. Okej, 40, tani unë numrin e këmbës e kam 37, kështu që janë nuk e di e kam bërë ata llogarit vet, po që mirë janë mirë. Kështu që duhet të bëni kujdes me numrat kur I porosisni, se ja, shikoni, tani këto janë 40 edhe unë I porosita për 38, nuk e di tani, besoj kanë sidhur ata, se unë 38 I zjodha, I mbaj më shumë mirë. Pastaj, që mos tua prish paketimet, I mora babit të bluzën me jakë, ka edhe kopsën tjetër se e hapa pak shqipar, edhe është kështu, në atë stilin
fiks për në verë më shumë, për në plazh ose darkave, kombinon shumë mirë me lino dhe ishte shumë material i mirë, realisht ua them këtë. Edhe këtë bluzën e porosita për mamin, ta ketë kur shkon në punë. Tani mami kur shkon atje i ndron veshjet se vishen si doktora me maska, me gjëra kështu, kështu që i mora këtë se i ka vetëm kur shkon dhe thash, ok, po e marr një. Tani një gjë tjetër që i kam porositur mami, t'u tregoj se ajo më pëlqen më shumë. Është kjo këmisha këtu, është shumë e bukur. Mami im vdes për këto që i kanë mëngët kështu si të fryra, edhe pjesën kështu poshtë, shumë e bukur. Këtë do ta vesh dhe unë mendoj për të bërë në një video, në një foto cute. Ok, e ka pjesën para të hapur, por me një kanatiere shumë të hollë në verë, si këto që veshim edhe paka shumë në shtëpi, është shumë mirë, kështu që mua më pëlqeu. Tani mbetet për ta parë mami, mos gaboj e ka marrë masa M ose L, po që ka ardhur goxha mirë. Ka ardhur si mas L ka ardhur, po mami i do gjëra të vinë kështu të gjëra, nuk i do që të rinë shumë të ngushta. Duhet që të shkosh në kopësh, të bësh detyra. Pse? Kopshi është shumë i mirë, njësoj. Kush ta ka mësuar kështu ty? Edhe pakot, bëra dhe një ndales tek Rossmann që bleva një dy gjëra që më duheshin. Më duhesh në fakt një zbutës për flokët dhe labelo që më kishë mbaruar, bleva dhe një dy çokolata dhe tani do dalim i xhiro nga qendra tregtare. Kam edhe shoqen time aty që punon, edhe është sot nga ora 6 deri në 8, kështu që thash hajde, po shkoj atje, shoh edhe ndonjë palatlete, se ju thash tani që i shita ato dhe duhet të blej të tjera. Edhe ta shikojmë se çfarë mund të gjejmë në një gjë kështu. Nuk është se kam ndërmend për të bler, po hedhim një sy.
së bashku një pasdite tepër cute edhe të bukur, se kam bler në market një 2 perime dhe një 2 lloje lulesh, që do t'i mbjedh këtu te kopshti pas shtëpisë, ta bëjmë pak më bukur vendin këtu dhe thjesht për të kaluar një periudhë të ditës shumë të bukur. Kam marrë këto sallatrat këtu, që kam pak frikë në fakt i mbjell aty te sheshi, se mami po më thoshte që kur mbolli mami vjet nga shtatori nga tetori, nuk mbaj më se çfarë kishte mbjell, edhe ja kish ngrënë kërmilli. Po do shohim, un kam këto vaza tu, ndoshta mbjellim dhe pak aty te vaza, nuk pres, nuk besoj se do hanga kjo sallata, po pse jo. Pastaj kam marrë edhe ca fara domateje, edhe fara qepe e njom duhet të jetë kjo, apo mos ndoshta është presh. Miku qesja, frym pak herë, nuk e kemi kohën shumë të bukur sot dhe kam marrë edhe këto 2 lulet. Një fun fact, kur kam qenë e vogël, gjithmonë në Shqipëri do me thënë flasim, edhe mami te Baçja më linte një copë të vogël kështu, edhe unë mbillja gjithmonë lulet e mia, kujdesesha për to, edhe i bëja kështu rreth e rrotull me kallëmba që të rrethoja kopshtin tim. Okej, pastaj me rritjen time nuk i kisha më qef lulet, pastaj me rritjen akoma më të timen më pëlqen shumë lulet dhe gjërat kështu estetike, shumë të bukura, më jep një ndjesi shumë të bukur. Edhe ndërkohë tani sa më erdhi edhe një pako nga Vinted dhe ta hapim bashkë dhe të shikojmë pak se kam porositur një çantë, domethënë nga lekët që bëra aty në Vinted, pash një çantë dhe thash po e porosis. Më pëlqeu shumë dhe ma la për 8 euro, nga 12 euro ma la për 8 euro, se ka mundësi të bësh pazare, edhe ta shohim pak tani se ç'a na ka ardhur, edhe se sa e mirë na ka ardhur, sa premtuese, se nuk e di. Po 8 euro, gjitha ajo çantë si e pash unë në foto, më duk çik kështu. Ja ta shohim bashkë. Kam marrë këtu edhe pak ujë ndërkohë për lulet kur t'i mbjellim, edhe jam veshur pak kështu. Si cute që jam veshur kështu që të ngjaj edhe pak më bukur, edhe të jem pak kështu më ti përshtatem vibe-it edhe të kënaqem me veten time. Kam marrë edhe dorashkat, por që me këto do të fillojmë pak më vonë dhe të hapim në fillim pak të pakon nga Vinted, të shohim ç'a na ka ardhur. Është kjo çanta këtu, më tërhoqi shumë në fakt dizajni nga brenda, se vinte me këtë të kuqen, edhe ka një portofol të vogël të tillë, që edhe ky po prap me dizajnin e kuq, edhe një portofol të madh, që ky portofoli ka edhe rripin e vet, edhe që nga goxha në gjendje shumë të mirë. Pa të gërvishura, që mund ta mbash edhe këtë si çantë nëse do, por që nuk mendoj, unë këtë më shumë e mora thash kur të shkoj në shkollë, këtu mund të vendos të gjitha gjërat e mia, qoftë srolapsat, bllëshjet e vogla, gjëra kështu, këtu vendos lekët e holla, edhe brenda vin goxha nice. Tua tregoj pak dhe madhësinë, është kështu, po nuk përshtatet me këtë vibe-in tim tani. Pas ka edhe zinxhir, të shohim nëse funksionon. Okej. Tani gjë e parë që dua të bëj është që të heq të gjitha këto barishtet që kanë këto vazot e tjera, edhe të mund të pastroj pak dhe unë, t'i hedh pak dhe të pastër kam edhe këtu të shtëpia, kështu që nuk është se kam bler. Unë kështu ti mbjell lulet, edhe këtu mbolla 4 sallata te kjo vazaja e madhe, por që kam goxha edhe vaza të tjera që do t'i pastroj edhe do t'i mbjell, kurse këtu mbolla ato me lulet, edhe deri tani po shkon shumë mirë. Janë ende gjallë, a dhe nuk kanë vdekur, apo kanë vdekur, apo ndoshta tani këtu sikur ka një shpresë, sikur është një goxhe e vogël. Nuk e di, kam edhe frikë ti, edhe këtu kanë nxjerrë jeshile. E di qa, po i rregulloj thjesht dhe unë se që nga bërë buri shkreti.
që kam bërë një punë shumë të mirë. Tani, këtu i mbolla të gjitha. Këtu kam lule dielli, këtu kam ato lulet me ngjyra, sallat, këtu kam këto karafilat, këtu mbolla domatet, i hodha aty, po. Dhe këtu po prap sallat. Pastaj kisha shumë sallata dhe thash po i vendos këtu në shesh ca, mbase do rezistojnë nga kërminjt, nuk e di. Edhe këtu vendosa atë si tip qepe ose presh, nuk e di çfarë ishte. Edhe do t'i vendos dhe asaj një shkop në mënyrë që, okej, kam vendosur këto me dru kështu që mos t'i shkelim pa dashje. Edhe tani mendoj të marr fshesën dhe të pastroj të gjithë këtë rrëmujën këtu dhe të pastroj edhe tavolinën se është e gjitha me dhe. Edhe të mund të dalim jashtë tani që është koha më ngrohtë. Gjendja ime ndërkohë. Bëra një dush se isha bërë shumë pis me dhe unë aty pas, se dhe pastrova pak dhe tavolinën, sheshin, i dash një ujë edhe një fshes. Dhe ua super sugjeroj si aktivitet ta bëni këtë. Imagjinoni tani që ka kaluar ora, ka vajtur ora 3:30, edhe unë nuk kam ngrënë as drek, nuk kam bërë asnjë lloj gjëje përveç se kam mbjell lulet dhe po bëra dhe dush. Kjo është një gjë shumë interesante. Edhe duket jashtë njësoj sikur është dark, nuk ka fare diell, nuk ka fare dritë të mirë sot, duket sikur po e rrësohet dhe kur e rrësohet kështu mua më duket sikur mbyllet dita. Ndërkohë unë sot e kam pushim nga puna edhe t'ju them që edhe të diel, të hënë, të martë, të mërkur do jem po prap pushim nga puna sepse janë pashkët edhe pronari im i feston edhe e kam mbyllur lokalin për të marrë disa ditë pushime, edhe do kaloj, nuk e di ç'a do bëjmë përbashkë, jem e sinqert. Ne i festojmë, do jam vetëm me kushëririn tim, po do shohim çfarë mund të bëjmë në një gjë, nuk e di. Këto festat te kur jetë vetëm nuk është se ndihem shumë, por do mundohemi të organizojmë në një gjë kështu të vogël, mos ta lëm veten pa pak atmosferë. Pres pak Anjen tani, se do vi që të marr një dyshek me ajër, se i vin prindrit nesër. Në datën 20 prill, që janë edhe pashkët, ka dhe babi ditëlindjen, edhe unë akoma nuk i kam bler një dhuratë të mirë, të themi, se ato nga temu nuk është se quhen, ato janë thjesht kështu. Edhe nuk e kam menduar akoma dhe doja të bëj edhe një çantë gati në fakt që ta nisja për Shqipëri. T'i blej të gjëra që ka dhe mami nevojë, jo ndonjë ilaç rrobash, në një gjë kështu, se për këto kanë shumë nevojë mama tona shqiptare, edhe nuk kam bler asnjë gjë, edhe mendoj ti mbledh gjërat avash avash, të blej ca qeset e një market që i blej këtu në Gjermani që ti vendos aty, edhe ti nis një fundjavë me autobus edhe t'ja dërgoj mami. U bë qefi dhe atyre. Kjo ishte edhe vlogu për këtë javë, ne do shihemi sigurisht javën tjetër të intensi gjithmonë në orën 16:00. Dhe t'ju rikujtoj për herë të fundit në këtë vlog, mos harroni të klikoni subscribe sepse sapo të arrim 5k dhe uroj shumë që të ma bëni këtë si dhuratë para datës 15 maj që kam ditëlindjen, dhe kur të arrim 5k kam menduar që t'ju tregoj edhe historinë time me shkollën, sepse tashmë janë vendosur të gjitha gjërat, dega, vendi, çdo gjë. Gjëra shumë të bukura do vinë kur të arrim 5k, ta bëjmë pak të gjën pak më kështu. Kështu që kjo gjë varet nga ju, sa më shpejt të arrim 5k, aq më shpejt do i tregojmë edhe ne këto gjërat e bukura, dhe mezi po pres t'ju them të drejtën, sepse shumë ditë të bukura do vinë, shumë ditë pozitive dhe me gjëra vërtet shumë të bukura që i përshtaten Paulës që ju shikoni. Shihemi të enjten. Pacim!